Pse më falenderu mu? Ke qenë edhe ti mesin e ty me burë? Po, unë kom qenë mesin e tyne, po unë kom qenë me ta. Edhe unë jam aj që kom kap, që kom marrë për reshtit tret, na i tasonin e kom ullë qëto, të unë në karik të parë. Se më ka orë tërp edhe rënd me po në rënin e tret. Unë kam respekt për naitin, o dosti jam. Unë qka dush kam me naitin, bëj unë me naitin. Më ma prek naitin dikosh nuk banë, se prishet me mu. Më ma prek Kadri Veselin dikosh nuk banë. Unë në shta vetë kërsh bona me to. Po dikosh më folë për tonë vjene rëndë. Po në kishe deklaruar diçka në Facebook për Hashim Thoshin? Qysh? Kishe thonë edhe Hashimi s'du më masho. Po nuk du më masho Hashimin, kush e shon Hashimin nuk o kësajde, nuk o mirë. Mos e shojnë dhe dëshu këto për lejk. Po e shojnë, po gabojnë. Shumë gabojnë, shumë rënd gabojnë. Është pjesë e luftës, gjdo luftetar që një gur e ka qitë në mërë, për mu është arë e diamant. Por, kur aj gënjen edhe shpik, kundër meje, normal që unë e doroj, po edhe unë kam e mbrojt vetën. E vërtet. Bacasan, jemi minutat e fundit e emisionit, ka shku shumë shpejt, dikon një ure gjysë nëse s'ka bëj emision. Në një intervjist tonën e kom po që je kesh trajtu shumë burg. Kanë ro fizikisht, kanë maltretu, bete thu që na kanë shpu edhe me shtraf sigar, me kaçavid. Po do me para kamerën me i po shajet. Po, ka kisha pos dëshirë. Hajde, qërë, ma të voglat, qëtë gesht më kanë thy që keqë, në tavolinë, që keqë, për me pranu kushor Rustem Mustafa. Se ke pranu? Jo, se kom pranu se në letra, me kanë me pranu shkru në letra. Që ta dhami kanë të thimë kërejt, pe ju dhe bëjt, që të kanë kryt e qkym, kërejt. Apo do këtë? Po. Që to ma kanë milu që to se kam buz të qkyme pej që më ka ra, gru shtar nuk e di që më ka ra. Që to, jam i qpum me shtrafciger. Jo që to, ku e zeza, po që to, rejsaj, i shpum me shtrafciger. Që to, e kam, nuk po moj me hek, pantollat i kam të ngusht, e kam mishin e shkasht me dana. Në të njëjtin vend ku kam plumin që kam përfitu në aksion. Që unë heq nuk i bëj publike këto, si jam mu fry, apo dhe na ja. Se të thonë mu fry, në veç me ka dzu që liria nuk vjen pa sakrific, ja, jo tortur. E shka ka thonë se, më falë që për nërpërse, edhe e kështë edhe një fjallë të ronë, kështë e thonë Bacacan, dikun kështë e thonë që Udba ka thonë edhe grotës, zisha thonë diçka. E kom thonë. Edhe pe thamë, se familja e me ka pësu keqë. Pse? Pse djetë se isha nish i Zahirit, isha me kompetencë të UDB-ja, dhe me thonë isha njeri dë, është vërtet. Ata e deshin. Fatin fatkeqësi Zahiri u vro dhe gjdo gjoja ja ofreshaj. Edhe të shokëve të mi e ka bo Zahiri, të mijat e ka bo Zahiri. Dere sa shokët e minë në salë gjykimit e din që u qu prokurori, tha Zeneli, tha Shurna, tha gojat vdekurit nuk flet, tha ti po ngarkon, tha për shkak se Zahiri është i vdekur. Edhe i thash prap jo përgjegja, thash une nuk e marë përgjegjësinë e tjetrit. Është ngëm, qaq ka pos maltretime, sa që une nuk jashoh për të modhë asë njonit edhe asë tjetërit. Asë naitit? Asë naitit nuk jashoh për të modhë. Naiti ka qenë në gjendje shumë kritike. Naiti është mojt dikon 8 ose 10 dit në për jashtë burgo, është mojt në për Ajvalia, në për... Pse qatë shumë ka qenë i rror? Po. Ka qenë, e ka më në njeri në spital që më ka të regu, mjek, mjeke është, jo mjek, që Najt Hasani ka ordhë këtu vetëm me 30% fuqi që ka pas, 30% jetë, 30% jetë. Edhe vedije 30%. Edhe vedije 30%. Une Najtin e kam shok.
Kush ma prek Naitin me mu, ka mu prish. Kush do qoftë. Kush ma akuzon Naitin, ka mu prish me mua. Qka e akuzon e Naitin, Naiti ka pun me mu. Sepse, ka të drejt Hasani, por s'ki të drejt tesës, ti si e pjesë asaj lufte. Jo, na se ti di. si e pjesë asaj Ase di çka ka ndodhur, vërtet. As gazetat, cilat gazeta shkruajnë për Hasan Zenelin, fjalë të këqija, këto janë gazeta prosërve. Amet njeri figur publike pa u bo shpion. Pa u njëllos. Po që ja mu po vret? To fillu. Pej Ali Ahmetit. I mira po i keq. Kushdo qoftaj. Është një ndër themelues të Është një ndër themelues të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Deri në përfundimin e luftës. Flitet për Ibrahim Kelmendin, smetet gjë e keqe pa u thonë, që familje me fort se Kelmendet Dugaxhinit nuk ka. Është themeluesi i LPK-s. Është themeluesi u LPK-s. Jo veç i LPK-s, po themeluesi. Ndaj LPK është Qërimin të vllajën e ka pas me mua bashkë në luftë. E di, po. Ngojrile. Po, i kam do fotografi me qërimin. Po, e di. U fol për Hashimin. U fol për Jakupin. U fol për Qelikun, për Fatmirin. U fol për Ramushin. U fol tash për Albinin. A kanë me dole ata pihokës pas Hasan, për fond? Kanë. A beson pa vajsin e tyre? Këto nuk muj me thonë kur gjo. Këto s'muj me thonë kur gjo. Nuk muj me thonë kur gjo. Ata duhet me dal, ata duhet mu liru, ata duhet me pru vendimin gjykata për me fol të anaj, na unë e ti edhe aj. Inshallah i binë sonte, i lëshojnë sonte këtu. A gëzohesh ti ajë është drejt kalëzë? Pasha zotin gëzohën ose drejt me thonë se gëzohën o zemrë në bëhet raf që kaqë. Dhe që vallahi, i kam do punë me ta. Kur i s'pëgmu si ma shumë? Po. Që të gra. Faleminderit shumë që ishte, respekt. Faleminderit shikuesve që na ndjekën, ju themi natën e mirë, ka që të personte, shimi javë tjera. S'kem kur gjona. Me Naitin pajtova, Kush pasha sytën këtë punë shele burë se sa është njeri, u kry. Kjo punë është e mbyllun. U kry ma veti. Po që 3 muaj më ka thirrë 4 muaj, ai ka 3-4 muaj deta. Matit kom thirrën para se më kon kjo. Po nin, para se më ndodh ky rast. E vërtet. Tani Bislimi po bën çangla pingla. Po thot e ka gjetë momentin me degradu. Me degradu Naitin. Për me degradu Naitin edhe procesin e ti votimit unë isha dal para votimeve. Kjo nuk qëndron. Këto janë pëllavra disimit. Po se këtë dëmtu se i ka morë 30.000 vota, Burlini. More bre edhe nështë ja kësha dhonë votën, më thonë asana pa me votën në ja kësha dhonë, për qa? Ma mira këtë është Naiti se Albin.